kuptimi i rëndësishëm i dhënjes, që realisht është ndoshta ajo kryesorja e kësaj pike zotë është që dhënja të jetë e organizuar që duhet dhe e shpërndar në bazë të prioriteteve. Çka në kupton kjo? Dietarët e fikut të ndonjëherë kanë diskutuar çështjen e dhënjes. A duhet me shku përmes një autoriteti apo çdo kush individualisht jep? Nga se dhënja nuk ka veç një kategori. Ka zakat, ka sadaka, përgjithshme, ka shpagime, ka shumë. Po këto që obligative, për zakati, sadakatul fitri, dhe disa lloje të sadakave, kanë diskutuar dietarët se a është më e pëlqyer të bëhet përmes një autoriteti i cili e din gjendjen më mirë dhe është më i shpërndar në opinion dhe në shoqëri, apo çdo kush individualisht jep atë. Me konsenzus në këtë dietarë, pa përshtim, të gjitha mëdhëbeve atë. Është se dhënja përmes autoritetit është më e dobishme, më e pranuar dhe më e favorshme se dhënia përmes individit. Ma disa nga mëdhëbet kanë obligu dhënien përmes autoritetit. Është një autoritet në vend, është një autoritet në vend, e na duhet atij autoritet më besuar. Pse? Për shkak se Allah ka thonë: "Khudh min amwalihim sadaqatan." Ti merrjo nga pasuria, ti autoritet, ti pejgamber merrjo. S'ka thonë thuj jepni, po merrjo. Në ti autoriteti që dosh, ti më marr pasurinë aty. Ti pastaj e shpërndon nga se ti e din ku është nevoja më e madhe aty. Andaj të vëllezër, na këtë aspektin e respektimit të autoritetit, institucionit e kemi shumë të munguar fatkeqësisht. Dhe kemi kontradikta mes vete. Tash për shembull, të vëllezër, tani autoriteti fetar përgjegjës për jetën fetare në Kosovë është Bashkia Islame, si institucion. Atë pëlqen muftiu, imami është çështje jote, ti ke punën tua. Ama si institucion është e vërtetë që i menaxhon këtë xhamit. Edhe i menaxhon punët e aktivitetit islam. Unë kam marrë sot tu në koordinim me Bashkinë Islame. Unë kam marrë koordinim me imamin. Dhe kudo që shkojmë, çështë shkojmë koordinim kur imami të fton, imami të prat, çështë shkohet, çështë funksionon. Krejt që të aktivitet që po ishin në Kosovë, të gjallarë që po shkoni, nuk janë jashtë të mbredhës e Bashkisë Islame, janë mbrana kësaj mbredhë. Pa nuk duhesh me levu individin veç, po ka mas të individi kush që e ka mundësu që të aptën. Kjo është reale, kjo nuk është për shembull me thonë tash hoxha ili ka pak politik. Jo vallaj, sinqerisht për ata më. Mos me qenë vullneti i Këshillit të Bashkimit të Prishtinës, sot nuk ishim takuar. Ata kanë me çfarë do arsimon. Kena gjallar ton, mund të thonë për shembull, ky aktivitet për shembull është aktivitet që domethënë e kena mbyll javën e kaluar, edhe shumë okay shkon. A shkon normalisht shkon. E po vullneti ka bëu që të mund takuar. Para kësaj të ndezro. Për mul unë çtu më ka dhënë dërsiuve. E për mul hoxha filan e festek më dashur, dikush neve na ka mësuar. Kush na ka mësuar neve? Medrese kemi kalu. Unë më kom medrese. Unë mësim Kur'an me lezu, edhe mu fal medrese mësuar. Vallahi kur më shku medrese s'kom ditë më fal. Nuk kom ditë më fal. As si kom fal 5 vaktet, as kom ditë me lezu Kur'an. Kur kom pa elifin fillim, unë kur një temë që s'kom mësuar. Sinqerisht, mu ka duk elifi qashk i komplikum, da shë burë, këto shkrujnë s'ko kur që mësën e Allah. Sot Allah më ka ndëruar, më ka mësu unë e për juve, jo me lezu. Po edhe me u komentua jetit e ka thonë zotë, e ka thonë pengamberës, jo me që me për këtë gjëratë. Pandaj, dalja janë këtu, e kani prapamija, dikush që nërëm asajna, e tash qatë autoritet, a duhet me supportu, apo duhet me bojkotu? Që kjo është regjekshmja. Që kjo është regjekshmja, Allah. Nëse do me pas hoqë nesër, që të manë ders, supportoje institucion që përdojnë hëgjallartë. Cili është taj? Qërit i cili është? Lepen qytet, cili është e shemë, po për kushër. Rajtë, ndërvazër, nuk po kam qef që kur përshamë hoqë edhe dhe thotë, dimoni me dresin, s'pat qare se asë këtë typen, jo valla nuk ka qashtu apëtër. Nuk ka qashtu. Mos e mërni si fjallë goje, mos e mërni si qka si profesore, po mërni si thirje serioze për pra institucioni, për shpa arsyje. Për shka këse
Ne e mojmë këtë institucion. Shteti se manë. Sa për shtetin shmishil gjemiat mati. S'kam problem me asnjë qeveri. Po flas për komplet qasjen shtetënore ka shi Bashkisë Islame, që sa vite një ligj i duhur, i përshtatshëm, që i përshtatet institucionit tonë kredibil, nuk ka dalë atë. Organizimi është i brendshëm, individual. Po mënoj institucional i brendshëm, jo shtetënor. Ku e merr Bashkëshorta në buxhet? Antarësi që paguni. A paguni antarësi? Po paguni. Apo sa herë është kërkuar me pagu sa të këtë vitrat, çka keni aty? Një mëni medrese. Sinqerisht të vëllezër, unë kisha pas shef që mos më dhon vitet për medresa. Valla kisha pas shef. Vitet për fukara, nuk bën na me lu medresja më moj për vitra, valla asnjë apo. Nuk bën me liu këtë punë apo. Po me çka puna që do të më li për ta apo. Na do të më marr medresën e Bashkisë Islame, xhamia tona më marr me çka? Më marr me pasuri që realisht s'ka të bëj me zekate sadaka. Këtu po ka të bëj me pasuri ekstra, të shtume. E më për punë do me lyp vita për medrese. Vallai marrëm vjen më me thonë kështu. Vallai marrëm vjen atë. Me për punë me lyp vita për medrese. Për një shkollë që dihet tash kontributi i saj, dihet ndikimi i saj është një. A nuk është e bukur të ndosur kur dalin vajzat tona nga medresia e femrave këto, 100, 200, ta mushin udhë me shamia, atë gëzohet shpirti, atë gëzohet zemra, po dikush duhet më net gati asaj punë vëllai. Prandaj të vëllazër, nuk duhet të punë marr si përhatësore, si formale, po ta marrim serioze atë. Ta marrim serioze atë. Duhet me bashkëpunë me autoritetin. Autoritet fetar për neve, për gjexhës, për organizimin e jetës fetare në Kosovë është pa asnjë hamendsi Bashkia Islame e Kosovës. Njeri sot është dikush përgjegjës, nëse dikush njerëz ndrohen, e suni jetën. Prej që u themelu Bashkia Islame ka met. Njerëz ndru, or një mufti, shkoi një mufti, or një ka shkoi njerëzit apo. Andaj të vëllazër, nuk duhet që me e fuqizu asnjëherë asnjë individ në dëm të institucionit apo. Për shkak se individi shkon nëse institucioni mbetet. Pra si do të pas prioritete në dhënje. Kur ka pyet pejgamberi a më i dhon të afërmit fukara, a më dhon të lartë të fukara? Ja, kujt ka thonë pejgamberi nëse jap të afërmit, është sadaqatun wa silatur rahim. Është dhënje edhe mirëmbajtje e lidhje përvisnore. Nëse jap të lartë sadak. Apo, domon, nëse dikush individualisht jep zakat sadaka, është ndihmë, sevap për ta. Kaq. Nëse jep autoritetit, apo është sadak edhe fuqizim i jetës fetare, është aktivitet, është shtrirje e xhamive e shumë të tjera apo. Prandaj të jemi më racional në dhënje, jo emocional apo. Më racional në dhënje. Dhe unë me çdo respekt, vallahi, elhamdulillah, kush jep Allah ja shofshoft, Allah i dhon. Mirë po të vëzër, ma let i ndreqim 100 shtëpia se një shkollë. Apo, shkollë, ajë se kokë që ndreqë, apo. Na du me ndreqë. Ma let të ndreqë, për shambull, nështë ku di sa jetima i mirëmban, dikush, për shambull, se një student me shkollu, apo. Jetimi është më rëndësi, sa i është të vërtetë, apëton. Po pse jetimin në dhemë? Ska babë gjuna. A për shana këtë me gjuna hekin, apëton. Po kjo studenti nesër nëse shkollohet, për shana mund me konë u tha që mirë. Krejt jetimet është në punë. Ti krymë punë që është më mirë, apëton. Mena në fatë gjatë. Pra i si kusa i ka thonë, sa ja peshkë në gjdo ditë, mëse e me nëzën peshkë. E të një edhe i vetë nëzën peshkë. Ma ditë bërë sadak peshkë, dikur peshkë të hargjitën. Nuk ka shtetë në botë që ka mundësi këtë skemën sociale me mshelë. Shka, në këtë dunja ka fukara. Shkoni më përëndim për shambull, që shetë më të forta, ka njerës pa shpia, flajnë e për rrugë. Problemu kë, s'ka njëse që ka mundësi këtë një bo me shpia, e pa mundë shmështë. A ma këtë shkollë mundu me i bo, pëtër. Ku ato mundu me përdhua, pëtër. Andaj të nëzër, duhet me pasë dhënje racionale, afatgjate, planifikume, të organizume, shumë atë e përse e që është emocionale, e momentit dhe qasit, edhe e lëtëve. Mirë është me kajtë.
po natën për Allahun te barekuta. Dërso dhënia nuk dën lot. Dhënia dën strategji.